Minuteman. Minuteman. Pra, Treshi. si përthet kjo Minuteman, mëlla? Po, quhet e vogël. Pra, emri është Minuteman. një burr i vogël. Minuteman Treshi është emri i raketës më të re bërthamore që kanë nxjerrë SBA-ja. Po, ja dhe imazhet. Është raketë strategjike. E një programi që ata quhen Sentinel, që është një program 10 vjeçar. Sentinel, po. Që do prodhoj një raketë tjetër në këto 10 vjet. Duhet të thënë që Minuteman njëshi është bërë në 62-shin, dhe nga 62-shi deri në sot janë prodhuar 400 Minuteman. Pra që ka serial? Po. Dakor. Ka qenë 2-shi dhe tash jemi te 3-shi dhe do shpjegoj pse quhet 3-sh. Ku ndryshon nga dy të parat është puna? Po, pra ta them. Ka 400 raketa Minuteman Amerika, cilat i ka me mbushje bërthamore dhe i ka të vendosura në qendër të Amerikës, në ato shtetet e qendrës, ku jeton 1% e popullsisë, dhe janë të gjitha të orientuara nga poliveriut, që në rast të lufte bërthamore i bie më shkurt dhe ato bombardojnë direkt qytetet e Rusisë, Peterburgun, Moskën, Kazanin e tjerë, dhe mund shkojnë deri lart në Kinë, sepse atje distanca është më e shkurtër. Minuteman Treshi quhet 3 sepse ka 3 testata bërthamore brenda raketës. Pra mund të përdoret me 3 testata dhe ka një shpejtësi të paparë më përpara nga raketet e tjera. Se shtosh atje 4000, se shtosh tani lajmet e ishte anglisht. Jo, ka 5000, mund të shkojë deri në 5500, mund të shkojë në 5500 kilometra lart. Lëvizja që bën është ngrihet kështu dhe kalon stratosferën, kalon mbi stratosferë, shkon shumë shpejt në anën matan, dhe me 3 testata që ka, mund të godasi 3 objektiva të ndryshëm nga njëri tjetri. Pse kanë frikë kinezët dhe Moska këtë lloj rakete? Sepse kjo lloj rakete mund shkoj të bombardoj edhe ato që ne njohim si bodrume bërthamore, pra si tunele bërthamore, dhe t'i shkatroj edhe ato. Ka një program të ngjashëm rusët, po që deri tani kanë dështuar 2 herë që ta bëjnë. Ata janë munduar ta bëjnë me 4 koka bërthamore, dhe ndërkohë që Amerika po bën negociata për paqen, po ashtu është fokusuar fort edhe me programin hapësinor, edhe me programin e nëndeceve, dhe sidomos me programin raketor, që të prodhoj këtë raketë të re bërthamore, e cila rrit forcën deterrente të Amerikës mbrojtëse nga pikpamja e luftës bërthamore. Tani çfarë duhet dim për Minuteman Treshin? Që mund të përdoret për shkak të aftësisë satelitore që ka Rusia. Për shkak të aftësisë satelitore që ka, thash pra, shkon 4200 milje, që do të thotë shkon 5600-5800 kilometra. Dhe do të thënë cili është vendi më i largët që në pak minuta mund të godas, për 10 minuta godet Moskën. Po Pekinin e këto? Edhe ato mund të godasi, se këto janë raketa balistike ndërkontinentale. Provat që kanë bërë Amerikanët tani janë pa mbushje bërthamore. Qartë. Por që dëshmojnë se çfarë mund të bëjnë. Edhe këtu vjen në pyetje cili është hapi tjetër që do bëhet. Pra, çdo të ndodh me programin bërthamor. Do vazhdoj apo jo, sepse ti e di që në kohën e Trumpit Amerika doli nga ajo marrëveshja që kishte sal 1, sal 2, sal 3 për armët bërthamore, dhe Putini bëri të kundërtën në anën tjetër. Pra, nga një anë ne kemi një Amerikë të Trumpit e cila thotë unë po përpiqem për paqen, do bëjmë negociatën e tjerë, por nga ana tjetër kemi Amerikën që po forcohet më shumë nga pikpamja teknologjike. Nëse ky Minuteman Treshi do të jetë tulla një projekt që ka filluar para Trumpit apo jo? Që është bërtanisë, s'besoj se ka filluar në kohën që ishte Trumpi herën e parë president. Po pra, filluar që atëherë, po. Dhe aftësia që kanë këta sot, të përpiqesh atoja nëpërmjet satelitëve të fortë që kanë, nëpërmjet teknologjisë lartë e tjerë, është që këta po punojnë që ta përdorin Minutemanin edhe në rast lufte me atë që ne njohim si AI, inteligjencë artificiale. Pra të arrijë të godasit deri në atë vrimën e vogël ku ti mendon dhe të shkatroj ato tunelet bërthamore ku ndodhen raketat bërthamore të rusëve, ose këto tunelet antibërthamore në rast që ka një luftë ku do të fshihet leadershipi i këtij vendi ose i atij vendi. Është arma më
e sofistikuar sot për sot në botë, dhe është një raket balistike gjeneratës 6, si ato që po dhe Rusia dhe Kina bashkë me të. Pra, kur flasim për krijimin e ushtrisë europiane, në të ardhmen do shohim që Trumpi do t'i thotë ju nëse doni ushtrinë europiane dhe nëse doni që të mbrojeni nga raketat e mia, këto duhet t'i bleni. Se ki parasysh që vetëm një njësi e Minutemenit kushton 160 milion euro. Sa? Vetëm një. Jo testata bërthamore, thoti. Pa testatën bërthamore, vetëm pjesa raketore balistike. Sa kushton më? 160 milion euro, vetëm një nga do godit. Seriozisht e ka? Jo, se ka. Po sa kanë këta gjithsej? Këta kanë 400. Seriozisht e ka? Po, nga këto Minutemenet të rinë, nuk e dim sa kanë bërë, se këto janë me 3 koka, me 3 testata, por ki parasysh që me 3 testata, kjo mund shkojë një armë 360, diku te 400, pra mund të jetë gjysmë miliardi dollar, një armë e tillë. Dhe nga masijet testatës, varet edhe dëmi. Programi i gjithë është diku te 12 miliardë euro. Se me program nuk kupton satelitët, nuk kupton rrogat, nuk kupton gjithçka, se për ta bërë këtë gjë është zëri fundit i shkencës së teknologjisë dhe duhen shumë para. Domethënë me ai oreshniku që pam ne, po oreshniku për shembull ku ndryshon nga këto? S'ka 3 testata. Pra, rrisi e kësaj që mund të mbajë deri në 3 koka bërthamore. Mund të mbajë 3 koka bërthamore dhe rusët po përpiqen të bëjnë një tjetër me 4 koka bërthamore, po që deri tani ai programi ka dështuar, janë përpjekur dhe po mundohen tash bashkë me kinezët që të bëjnë armën që i kundërpërgjigjet zërit fundit të teknologjisë amerikane. Pyta. Pse tani është pyetja kulla? Normale, sepse ne kemi patur në këtë kohë kemi patur 2 luftra të mëdha, që është lufta mes Iranit dhe Izraelit, pra luftën lindjen e mesme, ku Irani provoi 2-3 herë ta bombardojë Izraelin dhe pati edhe një sukses jo të vogël. Ai se amerikanët u detyruan të çojnë sisteme të thatë dhe 2 luftanie bërthamore dhe lufta në Ukrainë. Domethënë i duhet të njerëzve se si bëhet kjo gjë. Pra, o bëhet me nëndece bërthamore, që amerikanët dhe rusët janë në nivelin më të lartë botror, o bëhet me raketa balistike, ose bëhet me bateri të tilla cilët janë të lëvizshme, që i kanë rusët dhe që amerikanët nuk i kanë akoma. Që bateri? Kur thua bateri, që të më thë? Pra, raketa bërthamore, raketa balistike, cilat lëvizin, pra nuk janë të lëvizshme, i lëvizme me kamiona, me... Qartë. Dhe ato mund t'i kesh mbushje bërthamore, por tani për tani, programi rus me 4 koka bërthamore, deri tani nuk është provuar që është bërë dhe amerikanët po ecin me programin tjetër dhe kemi një garë të hapur bërthamore mes 2 fuqive të mëdha, si ajo në vitet 60 dhe 70. Po që ta kuptojmë mirë, anë vitet 60-70 ishte Amerikë-Rusia, apo jo kulla? Jo, ishte Amerikë, Bashkim Sovjetik. Bashkim Sovjetik, më farë, se tash Rusi, Bashkim Sovjetik, po, në atë ko. Ti thua, jemi në të njëjtën? Jo, jemi më keq, sepse atëhere, bota ishte ndarë në 2 mure komplet të qarta. Tani është disa polare. Tashi është multipolare dhe nuk kuptohet se kush me kë është. Pra, në të njëjtin moment që kemi një përpjekje për të krijuar një aleancë ekonomike mes Amerikanëve, Rusisë dhe botës arabe, kundër Kinës, Indisë dhe një pjesë të vendeve europiane që duan të futen në këtë vallën ekonomike të tyre, kemi edhe faktin që gjithsesi, pavarësisht gjithçkaje, Amerika ngelet fuqia numër 1 e botës dhe tregon dhe me çfarë teknologjie prodhon. Kinezët ndërkohë, kinezët si janë në këtë fuqi? Janë shumë brapa. Janë brapa. Sepse ka nevojë për rusët. Por rusët dhe kinezët po bëjnë një program përbashkët. Se më vjen nga leti një mesazh thotë, mos dosha kinezët kanë të vogël prandaj nuk funksionojnë bombat bërthamore? Nuk e di për çfarë ka fjalë. Por thotë që të mbajnë testatët pra. Se di, si kam parë. Shikoj parë Letio. I madhi Letio. Megjithatë fjala ka mbritur ndërkohë Sebastian Zonja me Dorina Prefin nga Shqipëria bëhet. Nuk e di kanë mikrofonat apo jo? Duhet i kenë mikrofonat. Nuk i kanë. Okej, do rritë pak minuta me kullën ndërkohë sa të vjen mikrofonat. Dorina është mbrapa Letio më thonë. Është mbrapa perdeve. Kush Dorina? Duhet bëjmë një xhiro përpara. E di. Kush Dorina? Këtu është, këtu. Është atje te ty Letio? Aty jo afër teje. Atëherë të vjen mikrofonat Sebastiani dhe Dorinës dhe ndërkohë po vazhdojmë me kullën ndërkohë. Atëherë do të ikim bëjmë qok pa të vënë mikrofonat. Ja, kur të ikin kulla do bëjmë qok. Se me këto lloj programe, shans është interesante, duhet kuptuar që nëse do ketë një luftë bërthamore,
në 48 orë e para, vritën diku nga 400 milion dhe 600 milion njerëz, për shembull. Ndërkohë që bota numëron sot 8 miliard njerëz. Plus minus. Plus minus, llogaritet që mund shkojnë në 9 miliardë gjys për 20 vitet e ardhshme. Që do me thënë, sa ori duhet që të zhduket gjithë? Jo, që të zhduket gjithë, nuk zhduket dot gjithë, po gjysma e popullsisë botës mjafton që të përdoret gjysma armëve bërthamore që ekzistojnë sot në botë. Gjë që gjithsesi mbetet teorike apo jo kulla, se askush nuk e imagjinon që mund të ndodhi, apo dhe mund Jo, të ndodhi. njerëzit mund të vdesin edhe më kollaj, për shembull, të kujtohet që para 3 javësh pati një blackout në Spanjë dhe në Portugali. Ndodhi prapë në Nis tani para sa ditësh. Mjafton, po që në Cannes, që ishte festivali i Cannes. Mjafton disa blackout-e, një kaos total, inteligjencë artificiale, mungesë e ujit, bombardimi i ujit, i energjisë elektrike, i trenave e tjerë, dhe njerëzit vdesin nga kaosi, nuk ka nevojë që të bombardohen me bombë bërthamore. Bomba bërthamore pastaj është ajo që i rrafshon. I rrafshon fare. Në kur mendoj çka kënaqësie mund të jetë. Jo, po kur mendoj që këta miliarderët e botës, ta që janë shumë, që s'din sa leka, ta po prodhojnë për veten e tyre kështu tunele bërthamore të... Janë të vërteta këto gjitha se i shohim që na dalin kështu për jetë. Po, janë të vërteta janë vërteta se kanë shumë para, s'din çfarë bëjnë me parat. Ndërkohë, përveç kësaj... Që të shërojnë, se duhet kuptojnë njerëzit sa e rëndësishme se këto lloj sistemesh, që janë shumë komplekse, në këto është ajo që ne njohim si nanoteknologji, si mikroprocesor që janë më të rëndësishëm. Nga që bëhen nga mineralet e rralla, arsye pse Trumpi kërkon mineralet e rralla, se 43% të mineraleve të rralla i ka Kina. I ka Kina, bravo. Edhe llogaritet që këta super të pasurit që po financojnë bërjen, se këto bomba kushtojnë, pra është duke dhënë dikush këto para. Këta po bëjnë edhe mikroprocesorët që të jetojnë gjatë, që të vendosë, se që tani kanë zjerë mikroprocesorët për të kuruar Parkinsonin dhe smundjet e tjera që vinë nga truri. Dhe këta po e bëjnë që në raste tilla të kenë tunelet posaçme ku do jetojnë ata, qytetet posaçme në tokë e tjera, dhe e ka treguar lufta e Gazës që janë funksionale tunelet në tokë. Për shembull, Izraeli ka gati 2 vjet luftë dhe nuk arrin dot të fitojë mbi Hamasin pikërisht për shkak të faktit se Gaza është 8 kate, 9 kate, 10 kate në tokë. Imagjino tashin nëse do bëshin gjëra të tilla me qytete bërthamore në tokë, në Kinë, në Rusi, në Amerikë e tjerë, se çfarë do ndodhë. Nevada, kupton? Dhe ajo është momenti hipotetik i shkatrimit botës, po që shkatrohet bota për një shumicë e cila ashtu kështu do të vdiste nga uria dhe nga kaosi, dhe ata që do mbjetojnë për shkak të armëve dhe për shkak të ekonomisë dhe për shkak të teknologjisë lartë, ku po them që po arrin të prodhojnë me nanoteknologji mikroprocesorë, cilët do zgjasin dhe jetën e njerëzit. Qyta. Ishëm i Ilir Kullën, zonja Zotrin, që falenderoj jashmase, të takohemi me Ilirin me siguri të premten tjetër, me kismet jemi gjallë. Pas pak sekondash, ne do rikthehemi në studio me Dorina Prefin nga Shqipëria bëhet përballë Sebastian Zonjës. Le të kuptojmë pak momentin post-zgjedhor,